ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet i dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dashamir, nxënës e axhiler të gjithë të cilët jeni të buar sonte këtu, në takimin ton javor të cilën e kemi zakon që të bohemi në shpjegimin e poemës së njohur, poema Tuhfatul Atfal, me të cilën elhamdulillah na e lehtëson drejt leximin edhe na mëson se si të shqiptojmë dhe si të mësojmë drejt leximin e Kur'anit të Allahut xhalla xhelaluhu, ku lutim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu dhul xhelal ta bën Kur'anin dritë e syve tonë dhe dritë e zemrës tonë, një ashtu dritë e familjes tonë dhe rrugës tonë. Pa dyshim se vijim në mësim është kapitulli me të cilën e hapun në dersin e kaluar, e cila ka të bëje, ku tham se Sulejman el-Xhemzuri rahimullah e ndajti poemën e tij duke na treguar dhe duke na shpjeguar se këto janë disa rregulla të tajvidit me të cilët edhe fëmia i vëren gabimet të cilët bëhen në to. Pjesa me të cilën jemi duke shpjeguam në dersin e kaluar për kapitullin e ndarjes, të cilën ka të bëje në zgjatjet, el-mudud wa aqsamuhu. Ndarje e zgjatjeve, cilat janë zgjatjet, çka është zgjatja dhe si ndahen ato. Pastaj vjen kapitulli tjetër e cila ka të bëje me njashtu me llojet e zgjatjes dhe dispozitat e zgjatjes. Çfarë dispozitash kanë ato zgjatjet? Por derisa shpjeguam dhe treguam se në Kur'an janë disa zgjatje me të cilët patjetër nëse nuk zgjatet fjalia e cila përbëhet me atë zgjatje humbën kuptimin, një ashtu dhe prej zgjatjeve të cilët do të dalim, pra që vijon shpjegimi e ata të cilët janë zgjatjet degësore, ku tham se zgjatjet në esencë ndahen në dy lloje. Zgjatja natyrore dhe ajo degësore. El-maddu tabi'i apo el-maddu al-asli dhe el-maddu al-far'i. Zgjatja e cila është zgjatja natyrore dhe ajo degësore. Por të zgjatja natyrore tham që nuk është problem se të gjithë kurrat janë të bashkimit, se ato nuk e zgjasin vetëm se aq sa duhet, pra dy lëvizje apo dy hareke, sa dy shkronjë, dy harfe, dy tone. Mirë po, tham që patjetër që për të qenë zgjatja natyrore duhet që pas shkronjave të zgjatjes, të cilët janë elifi vavi jeja, e ata duhet të jenë me sukun, dhe pas tyre mos të vjen ndonjë shkak e cila e nxjerr prej zgjatjes natyrore në ato degësore. Cilët ishin shkaqet të cilët i cekëm të nxjerrjes së zgjatjes natyrore në ato degësore, e tham që janë dy shkaqe kryesore, e ata janë hemze apo sukun. Pra nëse vjen hemze apo sukun pas shkronjave të zgjatjes, atëherë dalim nga jo natyrore në ato degësore. Dhe tham se el-maddu el-far'i, zgjatja degësore, ajo i ka 5 lloje. Për të u ditur gjithherë, pra ndahet në 5 lloje. Por 3 prej tyre është shkak hemzja, që shkakton ato 3 llojet e zgjatjeve, dhe për 2 prej atyre llojeve është shkak sukuni.
që shkakton zgjatjen e atyre llojeve të zgjatjeve. Atëherë zgjatja far'i, zgjatja degësore, pra i ka 5 lloje. Cilat janë ato 3 lloje që hemzja u shkak për ato zgjatjet? Atëherë pra, nëse hemzja vjen prash shkronjave të zgjatjes, është shkak për 3 lloj zgjatje. El-meddul muttasil, el-meddul munfasil dhe el-meddu el-bedel. Tamam? Pra, nëse vjen pas, nëse shkronjat e zgjatjes hasin me hemze pas ose para, atëherë me njëherë del nga natyrorja në ato degësorën, e këto janë 3 llojet me të cilët duhet të informohemi me ta. Dhe mu për atë pastaj hoxha, kur filloi kapitullin në vijim, duke treguar se cilat janë këto lloje të zgjatjes dhe cila është dispozita e tyre, duke treguar dhe për dispozitën e këtyre llojeve të zgjatjes, se sa duhet të zgjaten edhe cila është vendimi e zgjatjes së tyre gjatë realizimit të zgjatjes. Por atë, në pjesën me të cilën ka të bëje hemzja si shkak, kuptojeni njëherët mirë dhe qartë që për ta dalluar zgjatjet në Kur'an, të cilët i shohim gjithherë me atë vokalen e lakuar kështu, ta dini se gjithherë për to do të ketë pas shkronjave të zgjatjes, shkaku është hemzja e cila i zgjat. Dhe ato llojet të cilat i cekom, meddul muttasil, meddul munfasil edhe meddul bedel. Çka është meddul muttasil, meddul munfasil dhe meddul bedel? Meddul muttasil zgjatja e ngjitur. Meddul munfasil e kundërta e muttasilit, zgjatja e ndar. Meddul bedel zgjatja e zëvendësimit. Sukuni për 2 lloje e cila është shkak, dhe ato janë meddu arid li sukun edhe meddu lazim. Apo e pola el meddu lazim dhe el meddu arid li sukun. Pra kjo është për 2 lloje, atëherë me këto lloje të bëjnë 5 llojet e meddul far'it. Pra kur të pyetesh se sa lloje i ka meddul far'i, zgjatja e cila është zgjatja degësore i ka 5 lloje. Por 3 lloje është hemzja shkak, por 2 lloje është sukuni shkak. Tamam? Dhe atëherë pra vazhdojmë që të njoftohemi dhe të shpjegojmë për to lloje të zgjatjes që nëse e kupton në fillim ndarjen në këto pika, kështu të shkurt nuk e ke problem pastaj në Kur'an kur të lexojsh. Dhe nuk e ke problem që të i dallosh zgjatjet. Pse? Se e din cila është shkaku dhe e din se pse zgjatet dhe pastaj ti vetëm vendos diturin edhe dispozitën e asaj zgjatje. A duhet më zgjat kaq? As duhet më zgjat kaq, edhe cilat janë ato mënyrat e kohë zgjatjes së saj, sa zgjatet, cila është vendimi e kështu me radhë. E mu për atë hoxha pastaj vazhdoi duke i treguar vendimet, cilat janë ato dispozitat e këtyre zgjatjeve, duke i treguar se për cilën zgjatje është ky vendim. E tha pastaj duke vazhduar, lil meddi ahkamun thalathatun tadum, wa hiya al-wujubu wal-jawazu wal-luzum. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز قصر ومد انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. مكة poezia e përfundoi gjithë këtë kapitull pra që ka të bëje në lidhje me ndarjet, me llojet dhe dispozitat e medit. E pastaj na tregoi se dispozitat të cilët kanë të bëjnë me këto 5 lloje, a është wajib, cilat zgjatje janë wajib, cilat zgjatje janë jaiz, cilat zgjatje janë lazim, atëherë hoxha na tregoi se në zgjatjet janë 3 lloj dispozitash. E para është el-wujub, dhe me thonë wajib, sikur që dihet të nëse wajib është zgjatjet e detyrshme. Cila është dispozita e filan zgjatjes, këti lloji të zgjatjes, a kjo lloj i zgjatjes është wajib. Pyetet për atë lloj, cila është dispozita, vendimi, rregulli, çfarë rregulli ka, a këtu është kjo zgjatje është wajib. Është zgjatje e detyrshme. Detyrohet zgjatja në to. Tjetra, jaiz. El-jawaz është për qëllim jaiz. Ajo e cila është e lejuar, zgjatje të lejuara.
E pastaj ajo e cila është lezim, ajo e cila është e patjetërsuar. Me du lezim, kur thomi, zgjatja e patjetërsuar. Tamam? E mu për atë pra, vazhdoj hoxha duke na treguar, mirë po tregoj që nga dispozita. Fa wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmetin wa dhabi muttasil yu'ad. Atëherë është një dispozit, një lloj zgjatjes e cila quhet dhe ka dispozitën vajib, e ka të detyrshme zgjatje e detyrshme që ajo është e detyrshme të zgjatet, e ajo është nëse pas shkronjave të zgjatjes vjen hemze, por të jenë me një fjali të ngjitura, e kjo tha llogaritet meddul muttasil. Por çka është meddul muttasil? Ku tham se hemzja është shkak për 3 lloje. E para cila ishte? El meddul muttasil. Meddul muttasil, zgjatja e ngjitur. Pse quhet zgjatja e ngjitur? Çka do të thotë meddul muttasil? Zgjatja e ngjitur nëse pas shkronjave të zgjatjes. Shkronjat e zgjatjes tham elifi vavi jeja. Tamam? Nëse vjen hemze dhe ajo hemzja është e ngjitur me një fjali. Fjala nuk ndalet, por vetëm se nëse ndalesh me hemze në ta. Sikur për shembull, kur thomi es-sama, ajo fjalë nuk bëhet vetëm se me hemzen. Se hemzja është e ngjitur me fjali. Tamam? Për shembull, was-sama idhatil buruj. Elifi, pas elifit ka ardhën hemzja, tamam? Ose me thonë si et wujuhu alladhina kafaru. Waji'a. Joja shkon e zgjatjes, pas cila ka ardhur hemzja. Ose me thonë su'u wujuhakum. Vavi pas vavit ka ardhur shkon e zgjatjes. Mirë, po këto janë me një fjali. Shkurti përmbledhim këto duke i të buar shpjegimin e këtyre, shkaku që të kuptohet dhe të dallohen zgjatjet. Se na më herët kemi mësuar se cilën në veti, por nëse e merr dhe është shumë gabim që të mësohet direkt në zgjatjet pa i shpjeguar disa rregulla të tajvidit. Tamam? Zgjatjet duhet shpjeguar mirë e qartë, që nëse kuptohen një herë, pastaj nuk e ke problem asnjëherë. Tamam? Cila është për shkaki me muttasilit? Është hemze. Çka do të thotë me muttasil? Zgjatja e ngjitur. Cila është e ngjitur këtu? Vjen shkronja e zgjatjes dhe pastaj vjen hemzja me një fjali. Es-sama'u, su'u, si'at, e kështu me radhë. Të gjitha janë me një fjali. Mirë, po cila është vendimi i kësaj zgjatje? Dispozita hukmi, ora për këtë zgjatje tha fa wajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmetin wa dhabi muttasil yu'ad. Tha është vajib kjo zgjatje. Mirë, çka do të thotë hoxha kur i cek këto vajib, jaiz, lazim, pse të jenë këto dispozita në çështjen e zgjatjes? Çfarë kuptohet kjo? Pse të jetë vajib? Në këtë pikë ndoshta prej kurrave, kohëzgjatja e Hafsit, për shembull, Kur'ani që është shkruar në rivajetin Hafs nga Asimi Kirajti Azim, e ka kohëzgjatjen e saj 4 ose 5 hareke, lëvizje ose tone, të themi, tamam? 4 ose 5, sipas rrugës së Shatibijes, 4 ose 5. Tamam? Mirë, po ka prej lexuesve tjerë të cilët e zgjasin 6 tone. Ka ndoshta prej tjerëve të cilët pak e shkurtojnë deri në 3 tone, mirë po, kur të fol hoxha dhe kur ta ndëgjoni për shembull për dispozitet e zgjatjeve në tajvid që ka të bëjë, është për qëllim pajtimi i kurrave dhe të lexuesit, të cilët është transmetuar kiraetet edhe u janë mbështetur leximet e Kur'anit të ato, të zbritura prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e deri te ato burrat të cilët janë mbështetur leximet. Sikur që është Hafsi, Asimi, e tjerët për shembull prej 10 kiraeteve. Kur'ani në të cilën na e gjejmë është mbështetur te transmetimi i Hafsit te kiraeti Asim, tamam? Atëherë këto rrugët pastaj domethënë ndryshojnë. Kjo dispozita do të thotë se, sikur që Ceku ibn al-Jazariu rahimullah, se nuk kam gjetur tha dikush prej kurrave që ta shkurton me muttasilin. Për fat keq që ndëgjojmë ndoshta
Edhe te hafëzlar e hoxhallar kur të lexon nuk i kushton në rëndësi me dimut tasilit. Nëse lexon Kur'an me dimut tasilin e lexon sikur e shkurton. Nuk kam gjetë dikun që shkurtohet askund ndër 3 tonë. Domethënë gjithherë është e pjesa e zgjatjes së kësaj dhe mu për atë e merr wajib. Nuk do të thotë vetëm se hafsi, po pse e merr dispozitën wajib? Për shkak të pajtimit të kurrave. Po pat polemik në një zgjatje të kurrat, te këto 10 kirajetet që pat polemik, dikush e zgjat, dikush e shkurton, atëherë domethënë ndryshon dispozita në to. E më përat për me dimut tasilin, kurrat janë të pajtimit në zgjatjen e saj, po ndryshon kohë zgjatja e saj. Te dikush 3, te dikush 4 e 5, te hafsi 4 ose 5. Was-samai wat-tariq, was-samai dhatil buruj. E kështu. Wa anzala minas samai ma'a. E kështu më radhë. Kjo me dimutasil, kjo me dimutasil. Të dyja me dimutasil, njënën e zgjatë, tritën e shkurton, e kjo është dhe me thonë problematik. Por atë lexuesi i Kur'anit duhet jep hakun kësaj që të mundohet, nëse janë të dyja me dimutasil, ku ka me dimutasil i zgjat, aq sa e ke zgjedhur që t'ja hapish hakun atyre. Ajo wa anzala minas samai ma'a, tu bo melodi, njënën shkurton, tjetrën e bën, në fakt janë të dyja me dimutasil. Vajibe ka obligim, dhe me thonë zgjatja e kësaj pjese, të cilët është lloj i zgjatjes natyrore me dul muttasil. Mos të luhet në to, po të zgjatet ashtu sikur që e ka meritën. Wa anzalna minas samai ma'an, e kështu më radhë. Apo wa anzala minas samai ma'an. E shumë shembuj dhe me thonë në Kur'an, të cilët vinë me zgjatjen e me dimutasilit. Po mirë, pastaj vjen dispozitën tjetër të cilën tha, wa jaizun maddun wa qasrun infusil, kullun bi kelimetin wa hadha al-munfasil. E kundërta e meddi muttasilit, cila është? Meddi munfasil. E kundërta e zgjatjes së ngjitur, është zgjatja e ndarë. Po mirë, kjo zgjatja e ndarë, kush është shkaku i zgjatjes? Cila është shkaku këtu? Përsëri hemzja është. Pas shkrimeve të zgjatjes, është hemzja. Po si ta definojmë, si ta njohim dallimin e meddil munfasilit prej muttasilit? Zgjatjes së ndarë nga asaj të ngjitur, pra me fjalit. Shkronjat e zgjatjes vinë në fund të fjalis gjithherë. Kur të mbaron fjala, shkronjat e zgjatjes vinë në fund, hemzja vinë në fillim të fjalis tjetër. Gjithherë kullun bikilme. Se cila në fjali vetë, se cila e ka marrë ka një fjalit vetëmen. Kjo me një vend, kjo në fund, kjo tjetra fillon. Atëherë kjo u ka është ofruar aty ofër me shkronjat e zgjatjes me hemzen. Pra si të vjen të ndarë, bëhet zgjatja e ndarë. Këtu ndryshon pak dispozita. Tamam? E hoxha tha wa jaiz. Këtu jaiz, pse është jaiz? Pse është e lejuar? Për shkak se në meddi munfasilin ndryshoi, domethënë, dispozita dhe mendimet dhe transmetimet e kurrave të leximit të Kur'anit. Thash kurrat për ata 10 kiraite. Ndryshoi, sipas rrugës së Shatibijës, e cila është e shkruar Kur'ani për shembull në to, hafsi në to, kirajti jonë, edhe këtu e ka pa tjetër që ta zgjatë dhe nuk e shkurton, si mbas rrugës së Shatibijës. Atër mund me thonë, po mirë, nëse e shpjegon dispozitën, cilë është dispozita? Jaiz, është e lejuar. Atëherë e lejuar, a kuptohet se kush do në zgjatë, kush do nëse zgjatë me dimun fasilin? Jo. Po kjo mbështetet në transmetimin e sakt, në të cilën shkruajtur Kur'anin në ta, dhe me dimun fasilin në Kur'an e gjejmë të shkruar me vokale që duhesh me zgjat, se sipas rrugës së Shatibijës, është pra një ashtu obligime ka hafsi që ta zgjat 4 ose 5 tonë. Tamam? Por pse të ketë polemik, pse ta ketë dispozitun jaiz, për arsye se kiraetet kanë ndryshuar thash në kohë zgjatjen e saj. Tamam? E prej kurrave të cilët e kanë të përrejrë mendimin që e zgjasin sikur meddi tabijej, vetëm sa 2 tonë. Sikur që është Ibn Kethiri, kirajeti Ibn Kethir, është edhe Susi, Ebu Amr, Ebu Gjafer edhe Jakubi, këto e kanë një fjalë, pa ndryshim, pa polemik, nuk e zgjasin meddi munfasilin. Kështu është transmetimi,
nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato e lexojnë sikur me du tabijej. Tamam? Mirë, po dhe një rrugë, pastaj ka prej dietarëve të cilët kanë dy mendime, herë zgjasin sikur kalun, të cilën jemi të lexuar apo rivajetin tash që lexojmë në hatme në namaz, cila është rivajeti kalun nga Nafiu. Ky ka dy lloje te meddi munfasili. Edhe shkurton, mas pare ka shkurton sikur me du tabi dhe na që e kemi zgjedhë me lexu apo. Po e ka dhe një mendim tjetër që ai të njëjtën e ka të saktë që e zgjat medimul fasilin. Cila është medimul fasil për shembull? Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka. Ku e cekëm të medimul fasili, njoftëmitimi, si ta dojmë, si ta dalojmë munfasili, ku është zgjatja e ndarë? Bima veç, unë zile veç, mirë po zgjatja dhe hemzja, është shkak për kësë zgjatje. E mu për atë për shemën se thëmë, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabl. Dhe më thëmë, këto të dyja me dy munfasil, zgjatën 4 ose 5 të hafsi si mbas rrugës Shatibijës. Kurse si mbas rrugës Shatibijës, kaluni ka dy lloje. Të parën e ka shkurton sikur me du tabi, kurse dytën e zgjat, dhe me thonë, me të wasut, me të mesmen, 4 tonë, ose 3 ose 4-5. Tamam? Dhe prej kurave, një ashtu, prej rrugës së tajibes dhe hafsi, kirajeti jonë, e ka dhe një lloj tjetër të zgjatjes. Mu pra quhet gjais, se ka polemik në ta. Dhe është zgjatje e lejushme. Në për rrugën e tajibes, hafsi e lexon sikur me du tabii. Nuk e zgjat përveç se 2 tonë, 2 harike. A është e qartë? E pastaj mos mendon dikush se tash apo mundi ta lexoj kështu 2 harike. Jo. Ky lloj zgjatje, apo kjo lloj zgjatjesh duhet që të mësohet te hoxha i cili është me ijazë, me lejim të kënduar te hoxha i cili domethën ai është i merituar për këtë çështje. Dhe e njeh këtë rrugë mirë për arsye se rregullat e shkurtimit të medimul fasilit ka shumë rregulla hafsin ta gjatë leximit të Kuranit. Tamam? Për atë ajo që di cila duhet dhe të dihet, se e kemi këto, që të dihet se medimul fasili të vetë hafsi që është i ka 2 lloje, po të rruga Shatibijës duhet që të lexohet na, të cilët nuk e dim rrugën e shkurtimit, na duhet ta lexojmë domethënë me zgjatje. A kush e din rrugën e shkurtimit të lexon dhe me shkurtim sikur me du tabii, sikur zgjatja natyrore. A është e qartë? E cilët janë për shembull ato zgjatjet? Për shembull, nëse është me elif bima unzile, apo elifi pastaj ka ardhur hemzja. Nëse thomi ku anfusakum, ku shkon e zgjatjes anfusakum, pastaj ka ardhur hemzja. Kjo është medimul fasil. Tamam? Edhe shumë domethënë prej shembujve të cilët i kemi sjellur, apo inni akhafu aleikum, inni akhafu aleikum. Po si lexohet me shkurtesë? Ata të cilët e lexojmë shembull për sikur me du tabi, sikur që edhe e keni ndëgjuar, bima unzila ilayka. Tamam? Sikur me du tabi. Kur lexohet për shembull me shkurtesë. Si bima unzila ilayka inni akhafu aleikum. Është më, ku anfusakum, ja ejuhalladhina amanu, ku anfusakum. Ka që është si me du tabilet. Por ajo që duhet me pas kujdes, zgjatjet me audhon hakun, sikur me dimul tasilit dhe me dimul fasilit. Nëse e zgjat me dimul fasilin, kjo ma shumë e gjenë për shembull të lexuesit në namaz i vëren, si ken hafëzlar, ose hoxhallar e vëren gabimin që herë e zgjat, herë e shkurton. Nëse e ke zgjedh me dimul fasilin me e zgjat. Tha Ibn Jazariu rahimahullah, wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Fjala e cila është e njëjtë, ajo që e ka harfin e njëjtë, dispozitin e njëjtë, vendin e njëjtë, ajo duhet kudo që ta gjesh tjetë e njëjtë. Ajo këtu e ndryshon ka e zgjat, ka e shkurton. Nëse ka me dimul fasilin e zgjedh me zgjatjen, do të më lexoj me zgjatje. Të gjitha me dimul fasilin me zgjatje. Ajo për shembull me dimul fasil walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila, çka është kjo? Kjo nuk është prej rregullave. Ose e njëjta nëse në medimul fasil apo medimul tasil, vetëm melodi, ku ti konet e zgjat, ku ti konet e shkurton, asesi. E shkurton ndoshta bile kjo më e kundërta, më problem, është e shkurton që zgjatën më të fortë, edhe e zgjat tjetrën në vende për shembull ku ka për me zgjatur me di mutasilin,
Shkon e shkurton me di muttasilin e zgjat me di munfasilin. Nëse është për shembull ya ayyuhalladhina amanu, pastaj kur vjen për shembull as-sama nuk e zgjat. E kjo është domethënë problem. Wa anzalna minas samai. E shumë rrot. Domethënë problemi është që duhesh me zgjat të dyja. E veçanërisht haku te me di muttasili është më i madh, ai duhet mos zgjat dhe nuk pranon shkurtesa. Edhe zgjatja të me di munfasili duhet të jetë, domethënë, nëse ke zgjedh me zgjatjen 4 ose 5. Sipas të cilët janë ashtu zgjatet. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maddi muttasil. Tash këto e zgjat, ulaika ala hudan min rabbihim se zgjat. Wa ulaika humul muflihun e zgjat. Këto lloje, domethënë, janë problematik, këto duhet me pas shumë kujdes lexuesi në çështjen e këtyre dispozitave, sidomos të zgjatjes. Pastaj vjen lloji i tretë i zgjatjes që me të cilën është shkak hamzja për zgjatjen, cila ishte meddu bedel. Por meddu bedel tash si ta njoftojmë? Për këto dy lloje zgjatjes tham, shkaku është hamzja nëse vjen pas shkronjave të zgjatjes, bëhet shkak për meddi muttasilin edhe meddi munfasilin. Zgjatjen e lidhur edhe zgjatjen, domethënë e zgjidhur. Apo zgjatja e ngjitur edhe zgjatja e ndarë. Atëherë nëse hamzja vjen para shkronjave të zgjatjes, çka bëhet? Meddul bedel. Mirë, po ky meddul bedel, zgjatja e zëvendësimit, kur hamzja të vjen para. Po mirë, kur të vjen para, me kusht që pas këtyre shkronjave të zgjatjes pastaj mos vjen prap hamze. Tamam? Pra me kusht që mos vine, dhe me thënë hamza, kjo është meddu bedel. Çfarë dispozite ka meddu bedeli? E ka gjais. Pse gjais? Kurse hafsi normal, në Kur'an, nuk e lexon vetëm se si meddu tabi, kur folëm për meddu tabi si lloj. E ka dispozitën e meddu tabi, pa tjetër nuk guxon në hafs që ti ta zgjatish atë. Se nëse e zgjat e ke prish dhe ti shpif për kiraetin hafs, saj nuk e zgjat meddu bedelin. Tamam? Dhe pjesa tjetër pra për ta kuptuar, atëherë pse të jetë dispozita, tham që për arsye se hoxha cek për gjithësi të kurrat. A ka dikush që e zgjat? Po ka dikush që e zgjat. Warshi nga Nafiu, revit e Warsh, ai e zgjat meddu bedelin, i ka domethënë 3 mënyra të zgjatjes. Innal ladhina amanu wa amilus salat. Cila është për shembull zgjatja meddu bedelit? Cila është shembulli? Për shembull, nëse thomi amanu, ka ardhur hamzja, pastaj shkon e zgjatës amanu. Nëse thomi imanan, sikur që hoxha e ceku dy shembuj aty çështa, au quddima al-hamzu ala al-maddi wa dha. Nëse hamzja dal para shkronjave të zgjatjes, au quddima al-hamzu ala al-maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Sikur që është amanu, sikur që është imanan, hamze pastaj jeja shkronja e zgjatjes, apo imanan, apo utu hamze pastaj vavi, utu. Dhe keni domethënë shkurt shembuj të cilët i kemi shkruar, apo imanan, utu, amanu. Nëse është kinajti Warsh, ai e zgjat këto. Çish e bën? Amanu. I ka llojet e zgjatjes, kohë zgjatjes të ndryshëm. Imana, utul kitab, e kështu me radhë. A është e qartë kjo pjesë? Kurse hafsi dhe të tjerët e kanë, domethënë të prerë mos zgjatjen e medul bedelit. Ban pjesë, domethënë komplet kjo lloj zgjatjes me dispozit sikur meddu tabi. Sa dojtone? Amanu, imanan, utu. A është e qartë kjo pjesë? Pra, mu për atë, duhet që ta kuptojmë se në këtë zgjatjet, domethënë është pjesa që njeriu të ketë kujdes shumë. Këto janë ato 3 llojet e zgjatjeve me të cilët duhet me pas kujdes. Te meddi muttasili, te meddi munfasili, edhe te meddul bedeli. E veçanërisht këto dyje të cilët kohëzgjatja e saj ndryshon. 4-5, 4-5. Që të jetë domethënë te meddi muttasili dhe te meddi el munfasil. Por me këto e përmbushim kuptimin se hamzja është për 3 lloj zgjatjes shkak. Meddi muttasili, meddi munfasili edhe meddul bedeli. Po mirë, tash dalim të ata 2 lloje tjera. Sukuni për sa lloje ishte shkak? 2 lloje. Cilat janë? Meddul arid li sukun edhe meddul lazim.
Tash meddul lazim është patjetër që ta mësojmë meddul lazim, apo. Lazim është prej shkronjave, kur të folim prej niveleve të zgjatjes, është prej niveleve më të forta. Nivelet e zgjatjes, nëse duhet për shembull pastaj të flasim cilat janë ata nivelet e zgjatjes, më e forta, më e dobta, kështu shkojnë domethënë ata nivelet. Më e forta është meddul lazim, por për shkak se ka lloje të saj dhe është e gjerë për ta shpjeguar, do ta lojmë inshallah në dersin e ardhshëm, por ne e marrmi që të shpjegojmë pra sukun, që është pjesa, sukuni shkak për dy lloje të zgjatjes, e shpjegojmë çështjen ose atë pjesën ose llojin e meddul arid li sukun. Kur bëhet meddul arid li sukun, zgjatja e sukunit të rastit. Sukunit të rastit. Kur ndodh ajo? Kur bëhet ajo? Ajo ndodh kur të ndalemi në fjalë. Kur të vinë shkronjat e zgjatjes, elifi, vavi dhe jeja, e pastaj duhet më ndal në shkronjën që vijon me një herë pas. Sikur për shembull mas shumë të rastet që ndalemi është në përfundet e ajeteve. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin. Tamam? Kjo Alamin tash edhe ka ardhur shkronjën e zgjatjes, edhe një ashtu kur ndalemi me sukun. Ose nëse për shembull an-nas, an-nas, an-nas. Por kjo an-nas edhe shkojnë elif, edhe pas saj ka ardhur domethënë sukun. Tamam? Ose nëse thonë për shembull ta'lamun, vavi, edhe nëse nalmi sukun. Cila ndo fjalë kur të nalësh, nëse je për shembull duke lexuar Kur'an, kudo që të nalësh e shikon a ka shkronjë të zgjatjes dhe pasi nal me sukun? Si të nalësh me sukun, atëherë me njëherë del nga jo natyrorja që je duke lexuar shembull nëse vazhdojmë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Apo jep, nëse vazhdojmë lexon sikur zgjatje natyrore. Po nëse ndalme Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e këtu vjen me duari li sukun. Këtu është zgjatja natyrore. E atëherë këtu i kemi pastaj kohë zgjatja e saj ndryshon. Sa lloje? E para 2, pastaj 4, pastaj 6. Me të cilën kjo kohë zgjatje normal quhet në mënyrë të ndryshme te shkenca e tajvidit i thuhet qasr, tawassut edhe ishba'. E kemi shkruar këtë pjesë vetëm që të dihet el qasru, el tawassut, el ishba'. Çka është qasr, tawassut, ishba'? Qasr është shkurtesa. Por te meddu far'i të zgjatja natyrore, pra është shkurtesa jo ndër dy tonë ndër meddu tabiin, por shkurtesë sa meddu tabiin. Sa dy tonë. Kjo është qasri, shkurtesë. Lexojmë me shkurtesë, me qasr, dëntore lexoje mos e zgjat më shumë se meddu tabi. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tamam? Ose nëse ndon Elhamdulillah, kudo që të nalësh ka e gjen, nalësh si meddu tabi. E dyta, lloji i dytë, e zgjat domethënë me 4 tonë. Cila është at-tawassut, e mesmja, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Se me duarin li sukun. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Kjo është e mesmja. Ose kudo që për sureve që lexon, që ka për shembull to me duarin li sukun që vjen për shembull kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. E vazhdon të njëjtën. E njëjta një ashtu këtu pra bëhet gabimi. Të lexuesit ndoshta ose më shumë ti që bëhet është te kjo pjesë. Pse? Kohës zgjatjes duke mos i adhuruar meritën që e meriton kohës zgjatja. Edhe treti lloj, el-ishba', zgjatja sa 6 tonë. Te krejt kurrat me duarin li sukuni e ka, domethënë të njëjtën dispozit. Por shkak se livrit kohës zgjatja 4, 2 edhe 6, atëherë pra ndryshon domethënë dispozita. Cila është dispozita? Jaiz. Çfarë dispozite ka? Jaiz të lejuar, domethënë 2, 4, 6. Qasr, tawassut, ishba'. E mu për atë pra, cila është forma e ishba'it për me zgjat, kur do në kazonin e bukur dhe të mirë, do me bo melodi, atëherë zgjat me duarin li sukunin për shembull. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. E kështu. Dhe me thënë e zgjatë kësa 6 tonë. Por me kujdes, që kjo zgjatje mos të bëhet loj, e me një vend me zgjatë
dytën me shkurtu, tretën me paksu, ku t'i kondet si mbas melodisë që i vjen, jo ashtu. Ky rregull do të mbahet te të gjithë për shembull Kur'an ku të lexohet. E vërin në namaz shumicën e rasteve që me bë melodi e fillon Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Gjashtone. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Herë shkurto, herë zgjat, herë ban, çka është kjo? Tamam? Por duhet të jepet haku çdo zgjatjes, ashtu sikur që e meriton. Kur të lexon me kasër, këtë edhim që e lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ekshë më radh. Dhe më thonë lexon me kasër. Kur lexon me zgjatje të gjitha. Kur lexon me tawasut të gjitha. A është e qartë kjo pjesë sa i përket domethënë me duarit li sukunit, për ta kuptuar se te kjo lloj zgjatje, pas shkronjave të zgjatjes vën sukuni. Mirë po në këto futet e kemi shkruar edhe me dullin. Ajo që përputhet me duarit li sukunin është edhe me dullin. Çka është me dullin? Se me dullin shkronjat e linit cilat janë përveç elifit që e hekim, tham shkronjat e zgjatjes janë elifi, vavi, jeja. A është e qartë? E hekim elifin, vavi dhe jeja. Po të njëjtat me sukun, por ndryshon forma. Tham për të shkronjat e zgjatjes, për të qenë shkronjat e zgjatjes, elifi para do të me pas fetha me e, jeja përpara do të me pas kesra, edhe vavi do të me pas damme, tamam? Çka ndryshon te me dullini? Vetëm vavi edhe jeja me sukun, këto të njëjtat prap, por para e kanë me fetha. Vavi dhe jeja, po ardh para me fetha, bohen shkronjat linit. Me dullin. Po kur bëhet me dullin zgjatje e but, se me dullin do të thotë zgjatje e but, kur bëhet me dullin, atëherë kur të ndalesh të shkronjat që vjen pas. Po ndalet të shkronjat që është pas, atëherë bëhet me dullin, por me dullin futet në këtë rregullin me dualit e sukun. Tamam? Nëse e lexojmë shembull surën Quraish, që thomi li ila fi Quraish, Quraish, e shef, para me fetha, jeja me sukun ngelta. Ila fihim rihlet ash-shita'i was-sayf, shay khair, e kështu me radhë. E vërin, kjo është me dullin. Edhe me dullin e ka cilën dispozit? Dispozitën e ka, dhe me thonë që është gjais. A është e qartë? Pra thomi 5 llojet e me dull far'it. Në to futet dhe me dullini, por shkak se me dullini tham shkojnë atë linit, vavi dhe jeja, para dhe me thonë vinë me fetha. Po është një rregull e cila pason pastaj kur të lexojmë me duarin li sukun, se tham do ta cekmi ose do ta mësojmë me dullezin pastaj, por shkak se është dhe me thonë prej zgjatjeve të ronda, edhe ka rregulla që duhet mësohet ajo mirë. Tamam? Pjesa që i takon me duarin li sukun, kur të ndalemi, pse të ndalet me sukun? Pse sukuni i rastit? Çka kuptojmë me këtë sukuni i rastit? Me këto kuptojmë se shkronja nuk ka sukun kur që ndalesh në to. Por sukunin e merr për shkak rastit të ndaljes. Arabët nuk janë ndalur asnjëherë me hareke, të themi, me e, me i, me u. Por gjithëherë janë ndalë me sukun dhe nuk kanë filluar fjalën asnjëherë me sukun, por kanë filluar gjithëherë me e, me i, me u, me hareke. A është e qartë? E tash ky rregull, kur ndalesh me sukun, është sukun rasti, se nëse e vazhdojmë, ajo e ka hareken e vet. Nëse thomi shembull, pse e morëm shembull surën Fatiha, pse më shumë të e dim dhe e praktikojmë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani. Mina Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tamam? Pra këto i kanë hareket e veta. E, i, u. Po kur nalemi me sukun, atë të bëhet me duarit li sukun. Është në ndalje, kjo mas shumë ti i takon, dhe me thonë, kapitullit të ndaljes dhe fillimit, për ta shpjeguar, për ta kuptuar, po është dhe një pjesë e vogël që këtu duhet ditur si lloj, kur thamë se 3 llojet e zgjatjes. Të gjithë kurrat, të me duarit li sukun e kanë kasër, tawasut, ishba. Shkurtesën 2, të mesmen 4, edhe ishba do të thonë 6 tone. 6. Zgjatja më e madhe është 6 tone. Nuk ka më shumë se 6 tone. Tamam? Mirë, po kur të vjen për shembull me lexuar në fund, nëse e fillon me zgjatjen e medu ose për shembull me tawasut,
me dua dhe sukun elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. E çon kështu normal, kur të vjen në fund ghayril maghdubi alehim waladdallin, atë kush me dul lazim, çka bën? E shkurton me dul lazim që është e patjetërsueshme kjo zgjatje, e zgjat këtë e cila domethënë nuk është e patjetërsueshme. Waladdallin, çka është kjo? A është e qartë? Pra këto zgjatje kanë llojet. Mirëposh janë edhe dy lloje të zgjatjeve me të cilat duheni që ta dini këto nëse ndëgjoni ndonjëherë dini lexues, e ato i shtohen te medul arid li sukun, këto lloje shtohen lloje të kohëzgjatjes, të cilat kanë të bëjnë me ndalesën. Kur të ndalohesh në fjali dhe kur të fillon, i shtohen për shembull kur tham me sukun një, ndalesh edhe dy lloje tjera të cilat quhen ar-raum edhe ishmam. Çka është ar-raum edhe ishmam? Janë dy lloje të cilat kurrat, lexuesit dhe arabët i kanë përdorur gjithherë kur të ndalesh, që me këto lloje i shtohen edhe që këto dy lloje të ndalmesh, e cila është ar-raum edhe ishmam. Pjesa të ndaljes ata vokalet që tham e i u, për të u dalluar, për ta ditur se a është me e, a është me i, a është me u, janë dhe dy lloje të zgjatjes. Sigur që është, domethënë, me tekst Ibn Xhezeri rahimullahu cek që ka ardhur këtë lloje të zgjatjes derisa janë bashkuar për shembull dietar të gjithë kurrat e kanë këto lloje të zgjatjes ar-raum al-ishmam. Për shembull, ar-raum, çka do të thotë ar-raum? Tha Ibn Shatibi rahimullah, wa raumuka isma'ul muharraki waqifan bi sautin khafiyyin kulladan tanawwala. Tha raum është ndëgjimi i zërit një pjesë. Atë hareken ta bëjsh të ndëgjohet ajo harekja, ajo e i u, ajo vokalja, me një zot të thush një të tretën e saj. Ndëgjimi asaj harekes kur të ndalesh, po me zot të dobët. Mirë po me kusht, raumi nuk guxon të përdoret vetëm se nëse është me kesra, me i, edhe nëse është me u. Edhe rregullin e ka të kohëzgjatjes sa e ka sikur me do ta bie. Nëse lexon me raum, nuk e zgjat vetëm se sikur me do ta bie, sikur që e vazhdon. Për shembull, nëse thon elhamdulillahi rabbil alamin, a përdoret raumi? Nuk përdoret. Pse? Për arsye se me fatha. Si tjetë me fatha, me tanvin, an nuk përdoret. Po me in, me un, po. Për shembull, si bëhet ajo? Nëse thomi bismillahirrahmanirrahim, e shef, rahimi, sikur me do ta bie. Dhe kjo është rregull të cilët këtë kurrat për shembull lexohet me to. Nëse lexojmë elhamin, e lexojmë kështu, elhamdulillahi rabbil alamin. Këtu s'guxojmë me bo raum, pse? Se është me fatha. Ajo ka të bëjë, tham, kjo ka të bëjë më shumë me hareket ku ndalesh. A është me e, është me i. Na nalmi me sukun, por a është me e, apo me i, apo me u, atëherë pra. Si ndalesh? Ar-Rahmanir-Rahimi, Maliki Yawmiddin, kur të nalesh me një tretën e zërit. Ar-Rahmanir-Rahimi, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. E vërejn? Jo nasta'inu, Maliki Yawmiddin, ose më shkull a'udhu bi rabbin nasi, jo, bi rabbin nas, Malikin nasi. E kështu me rrëth. A është e qartë kjo? Nasta'inu. Pra atëherë shtohet një lloj. Shembull nëse lexojmë Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa lloj zgjatjes këtu, sa lloje kemi te kjo zgjatje me dalë sukun? Domethënë tre llojet, shkurtesën, të mesmen, kasër, tawasut, ishbah edhe raum. Nëse thonë Ar-Rahmanir-Rahim, sa lloje? Domethënë me një ndalje i kemi tre mënyra. Cilat janë ata mënyrat? Kasër, tawasut, ishbah. Apo shkurtesa, tawasuti edhe ishbah. E pastaj edhe raumi shtohet edhe një mënyrë, u bën 4 mënyra. Pastaj vjen një mënyrë tjetër, është ishmam. Në ndalje që është përdorur dhe për shembull lexime, nëse e ndëgjon, ta keni domethënë të qartë. Cila është el-ishmam? Çka do të thonë ishmam? Wal-ishmamu itbaqu shifahi bu'ida ma yusakkanu la sawtun hunaka fa yashala. Tha Imam Shatibi rahimullah, ishmam është të i formosh buzët sipas asaj harekes të cilët janë pa u ndëgjuar zërin ta. Pra ndalesh me sukun, por e bën formën e buzëve në atë hareken. E kjo përdoret vetëm kur është me dambe, vetëm me u. Mas shumë të ishmamin e kanë përdorur, dhe të kanë dalë, e kanë bërë aty kur është me u.
Tamam? Kur është me damme, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndalesh me sukun, e formon buzën. Tamam? Me të tri llojet, ata mënyrat, kohëzgjatjet, kasër të wasut ishbe, apo? Qysh ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Të trija llojet janë njëjtë shtohen. Nëse tham me dalë sukuni, ka sa lloje kur të ndalmi? Te me dalë sukuni, sa lloje? Kasër të wasut ishbe, apo 3 lloje. Nëse ja shtojmë edhe ishmamin, vetëm te dhamma, vetëm te uje. Atëherë bëhen 6, apo. Edhe raumin, sa u bon? 7 lloje, 7 mënyra të ndaljes, te fjala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mas pari ndalesh me sukun, ato 3 mënyrat, apo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. U kri. As roman ishmam me sukun thjesht. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sukun thjesht. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ishbe, apo gjithashtu. Tash e shtojmë raumin, apo. U bo, ka 3 lloj. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. E vërin 1/3 e asaj e cila është ajo vokalja. Edhe 3 lloje apo 3 mënyra të ishmamit. Ishmami me kasër një ashtu e bën. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Me sukun nalesh vetëm e formon buzën me damë. Që me i treguar ai që çeveshe që e din se kjo është me u, që të dihet se është me damë. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A e vërin? Njëjtën formë kemi shpjeguar ndoshta por kur tham te fjala malaka la ta'manuna, ta'manna në surën Yusuf, apo te ajeti 12 çish është? E shikoni atë në Kur'an është një shenjë që më tregu se aty bëhen kit kurrat me ishmem edhe me rom. Çka është romi? Tham një pjesë, 1/3 e fjalës. Malaka la ta'manuna, 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 këtë nunin. Me ishmem ta'manna, ta'manna. Gabim është të lexosh pa ishmem. Me lexo surën Yusuf edhe me lexo atë malaka la ta'manna. Jo. Ishmem, se është transmetimet e tilla. Ashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e transmetuar. Malaka la ta'manna ala Yusuf, kjo është ishmem. Nëse lexojmë pra me ishmem në damet ose kudo që tjetë për shembull me u, lexohet për shembull as-sama, as-sama. U kri. A është e qartë? Ose shembull me rom wat-turi wa kitabin masturi, wat-turi wa kitabin masturi. Do të thonë 1/3 e zërit. Kjo ndihet. Po e shkasnit është ishmem vetëm te domë. Shkurt për ta kuptuar, do me thonë këtë lloj. Ta nëse thonë shemë dikush, thotë, nëse ndalmi te iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, çka është me dalë sukun? Sa mënyra i kemi? Ti sa thu? Vetë 3. Jo, i kemi 7 mënyra që mundet më ndalë, do me thonë ta. A është e qartë? Po nëse thonë elhamdulillahi rabbil alamin, sa mënyra i kemi? Te më dalë sukun. Sa kemi? Sa? Si 7. Rabbil alamin, ne. Tham të fetha nuk ka vetëm se sukun. A është të qartë? Aty i ke vetëm 3. Kasër të wasut i shbe, të gjeshkëm shkurtes, të mesme edhe gjashtone. A me Ar-Rahman Ar-Rahimi, sa loje? I kemi 4. Pse? Këto 3 që janë të me dalë sukunit, i shtohet një ashtu edhe Raumi. Ar-Rahman Ar-Rahimi, Maliki Yawmiddin. E kështu me radhë. A është të qartë kjo? Sa të kuptohet me duarit li sukun, pra duhet të idhorohet haku i njëjtë të me duarit li sukunit, e pastaj vjen e dyta që sukuni është shkak, ajo është me du lazim, e inshallah me lejnë Allah Gjelle Gjelalu në dersin e arshëm do shpjegojmë për me du lazimin, për të cilën hoxha tha, wa lazimun ini sukunu usila. Me du lazim është kur sukuni tjetë bazë e asoj fjale, është bazë, si ndalje, si në vazhdim, ajo është sukun, a ngel sukun, si ndalje si në vazhdim ngel sukun. Ama të me dalë sukun, sukuni nuk është bazë, është shkak, apo? E përderi sa është shkak,
që na për shkak të asaj ndalmi, bëhet me dalë sukun i rastit. Shkaki që u ka bosh sukun rasti, për shkak rastit të ndaljes e kështu me radhë, pra me këto e plotësojmë ndoshta shkurtimisht çështjen e ndarjes së meddul far'id me ato 5 llojet, kush ishte, domethënë shkaki për 3 lloje hemzja, për meddu muttasil, meddu munfasil dhe meddul badal, edhe për 2 lloje meddul lazim dhe meddul arid lis-sukun. A është e qartë apo më duket s'keni kuptuar asnjëse? Mendoj që me tubimin e kësaj dhe më parat hoxha i ka tubuar me dispozitet e saja. Duke treguar dispozitën dhe duke treguar se cila është ai lloj zgjatjes për ta ditur, domethënë dispozitën e saj, pse ta ketë dispozit, pse vajib, pse jaiz, pse lazim e kështu me radhë, dhe pastaj shpjegohen domethënë kështu të tubuara, mendoj që i kupton se çka do të thonë meddu muttasil, meddu munfasil, meddul badal, meddul lazim, meddu el arid lis-sukun, meddu lin, këto për ata i ndan domethënë me këto pika. Lutim Allahun xhel xelalu që Allahu dhul xhelal të na dhuron kuptimin e drejtë dhe të na jep mundësinë e praktikës që t'i praktikojmë këto mësime në lexim, në drejt leximin e librit të tij, dhe lutim Allahun xhel xelalu që të na i jep jetë të kem mundësi që të arrijmë domethënë shpjegimet edhe të bëjmë vepra të mira sa më shumë. Pastaj do ta shikojmë, nuk e di a kemi kohë që ta shikojmë ndonjërin prej ajeteve që ta marrim e të nxjerrim çka është meddi muttasil me praks, në praktik, meddi munfasilin, me duar lis-sukunin e kështu me radhë. A është dikush i gatshëm? Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hajde nxjerrë këtë dispozitër. والذي مدت به. Bravo, الذين يؤمنون مدت به. Bravo. بما Çfarë zgjatësh? مدل مدل بدل. Jo, bima unzila. Hamza para karta mas. Shkon zgjatjes. Mbas, çka bëhet? Meddul زجاتي اندار. zgjatje e ndar, bravo. Meddul munfasil. أنزل إخفاء. Ikhfa, tamam. إليك مدلين. Meddul lin. وما أنزل زجاتي اندار. Zgjatje e ndar, bravo. Meddul munfasil. أنزل إخفاء. Ikhfa, bravo. من إخفاء. Ikhfa, tamam. وبالآخر لام كاميري Lam khamariye, bravo. آخرة مدو بدل. Meddul badal, bravo. Pse këtu meddul badal? Se hamza سهمزة كاردن para zgjatjes. برزجاتي. Bravo. وبالآخرة هم يو إظهار شفوي. Bravo. يوقنون مدار للسكون. Meddu arid lis-sukun se ndalë të sukun, bravo. Pastaj ajeti tjetër. أولئك Çfarë lloj zgjatje? Hamza ka ardhur me një fjalë ngjitur, do të thosh ulaike. مدو متصل. Bravo. Meddul muttasil, zgjatja e ngjitur. Ulaike se hamza ka ardhur mrena me një fjalë. قدامي إدغام ميغونة. Bravo. من را إدغام باغونة. Bravo. هم و إظهار شفوي. Bravo. أولئك مد متصل. Muttasil, bravo. هم المفلحون. لام كاميرية. Lam khamariye, bravo. مفلحون مدار للسكون. Meddu arid lis-sukun.